kemi kaluar në një moment tjetër, në një moment tepër të veçantë. E kishim pritur ka herë, një nga zërat më të bukur të rokut shqiptar. E kam vendosur këtë mikrofon për atë, sepse do të vi për të na kënduar zonë e zotëri për ju, për ne, për të gjithë, Dardan Shkreli. Dardan, veç po ta jap mikrofonin, kemi me folë më pas. Faleminderit, mirë se erdhe. Nëse shumë të mbotë urre telefone, gjithmonë janë të zënë dhe unë asgjë nuk kuptoj. Do shta numrin e gaboj, do shta emrin të harroj, do shta unë të dashuroj. Dhe prap lidhja është e zënë kur të kërkoj unë, sa të dua si të tregoj. Dhe prap i thuaj në nësate, bisedën ta shkurtoj, unë më nuk mund të qëndroj. Mëse shumë ti mboti urej telefone, gjithmonë janë të zënë dhe unë që nuk kuptoj. Do shta numrin e gaboj, do shta emrin të harroj, do shta unë të dashuroj. Mbi telat e telefonit zotë po këndoj, për i natin tim dhe unë prap që nuk kuptoj. Do shta numrin e gaboj, do shta emrin të harroj, do shta unë të dashuroj. Dhe prap lidhja është e zënë kur të kërkoj unë, sa të dua si të tregoj. Dhe prap i thuaj në nësate, bisedën ta shkurtoj, unë më nuk mund të qëndroj. Mëse shumë ti mboti ure telefone, gjithmonë janë të zënë dhe unë që nuk kuptoj. Do shta numrin e gaboj, do shta emrin të harroj, do shta unë të dashuroj. Dhe prap lidhja është e zënë kur të kërkoj unë, sa të dua si të tregoj. Dhe prap i thuaj në nësate, bisedën ta shkurtoj, unë më nuk mund të qëndroj. Bisedën ta shkurtoj, unë më nuk mund të qëndroj. Dhe prap lidhja është e zënë kur të kërkoj unë, sa të dua si të tregoj. Dardan, mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Si e burrë. Te kry mire, ma tu t'je qojnë. Jo seni, mirë? Mirë. Këngën sa po e dëgjum, pa lidhje. Ishte këngë rinis, një rinie me plan të entuziazëm, a? Kjo është me i rikujtu pak ato dite vjetra, ndoshta edhe shikuesve mi o rikujtu, apo njerëz se kanë di asnjëherë. Kemi bua muzikë të mirë edhe para 30 vjetë. Ja, muzikë të mirë, muzikë shumë të mirë. Absolutisht dhe ju keni qenë qoftë si karriera solo, si David, si grupe, ato trëndafilat e bukur që e keni bë jetën artistike dhe muzikore fantastike dhe me zhanre të reja, do më thonë në realitet muzika jote cili zhanri ka taku që në fillimet e veta? Unë e quj vetën rocker pak më shumë, se që jam flenë në zemër, po në s'jom përqëndru, s'kom vetë vetëm në një stil, jo mundu, e kom kërku vetën disa stile, se kom gjithë askon po mdokët. Jo, absolutisht. Unë e baj mend që na kemi folë shumë atër për ty, Dardan. E ke që është që na ike? Në vitin 90 apo 91? 91-ën, komik. Po e quj ike, se ike pozitive, kështu në... Po në dëgjona unë, ajo nuk ka qenë ike, ka qenë, unë kom studiu arkitekturën, sa po e fitova kushtin për vit 4, gitarën kredhe unë nisa në Evropë, një farë pushimi, veror, pak ma gjatë, kom këndu në për rrugët Evropës, kom shetit andej këndej,
Deri sa babi më lajmëroi që Ishte edhe modë në atë po. Ka qenë një Ishte farë diçka ëndre interesante, për një neve, farë- sidomos këtu me pa pak Evropë, sende, siç është ëndër edhe tash, po s'faku tash, dhejse as atëherë s'kem pas viza, dhe tash mirë që s'ka viza, kemi qenë të izoluar një farë mënyre dhe kemi dash me pas sa ma shumë edhe atëherë, sikur tash. Edhe në një moment, babi më tha, ta kanë mbyll fakultetin, s'ke s'ka lyp momentalisht këtu, gjendu që është mundesh edhe mbeta. Edhe u gjete përfundove në Zvicër. Përfundova në Zvicër, si krejt bota. Si krejt buja, Si krejt shqiptar. si krejt dënjoja. Zvicër, kom Ti nuk je përfundova... Lapjan se je shkrel, Unë jam i Rugovës. Rugovas. I lindur në Mitrovic, po Rugovas. A i lindur në Mitrovic. Po. Në Ndoshta prej aty të ka ardhe ai Roku edhe ai protesta nga Rugova, një Po ju shkrelët edhe të shpërndar, goxha, gjithandej. jemi shpërndam, fatkesisht, që krejt populli, pike pesi me bo atëherë, çka me bo? Në Zvicër tash veç u bën shumë vite. Në Zvicër jam bo më tepër vite, i bëra në Zvicër se sa që kam qenë këtu, mirë po, edhe pse fizikisht në Zvicër, ne që jemi jashtë, ne jemi shumë të lidhur për Kosovë, për Prishtinë, është një farë, jo ndo farë fijeve të padukshme që po na mbajnë diqysh, po na lojnë rahatas atje, edhe kur po vim këtu pe gjejmë vetën, ndaj edhe një farë A ishte muzika ajo që, ajo gjëja, ai segmenti që mos lehti e shprehje edhe dhëmbjen edhe dashurinë edhe mungesën e Prishtinës, Kosovës. Muzika është ai ka qenë çaj fenomen që ndoshta në momente të caktume na ka rikujtu gjitha ato mungesa që i kemi pas atje. Mirë po këtu, unë të thash, këtu është gjithçka na lidh me Kosovën, gjithçka na lidh me Prishtinën. Janë shoqëria, janë Prishtina vetë është. Si e kujton fëmirin tënde? Ku ke kry filloren? Unë kam kry filloren në përpara që e Vladimir Nazar, tash është në Infrashëri. Na Infrashëri? A i Pastaj kemi zëvendësu mirë, kur i kemi zëvendësu dorën zemër i kemi gjithë. perfekt. Ato perfekt. kërkesat e shpirtit tonë, Perfekt. Pastaj kom qenë në Sami Frashëri, i Vollolla atëherë, po, edhe mandej kom qenë Shtefan Gjeqov, që është hala Shtefan Gjeqov, edhe atëherë ka qenë shumë mirë, edhe pastaj kam studiu arkitekturën edhe Arkitekturën. komerciale në Mpej, njëkohësisht. ata komerciale në pej, Po. Dardan, absolutisht, da poli performant, po, si fëmiri, ka qenë qap kanë lëqe, apo, a ke qenë fëmi i mirë? S'ke guxuar dhe fort me... Kom qenë fëmi i lasdrum, po mdokët, gjalli hasretit. Kom qenë pak i lasdrum, e kom dash futbolin si gjithë fëmijët, kemi thy drejtare se lyshim parking, as atëherë s'kemi pas sikur tash që Absolutisht. ndihet kjo mungesa e pjesëve ku luj fëmijët. Kom qenë nxënës i mirë, kemi pas hobi, jemi mundu me mbjetu me që ato që i kemi, nuk i kemi pas këto kushte që i kanë sot, s'kemi pas internet, s'kemi pas Ku e mësove gitarën? Gitarën më kam mësu Daja Naseri. Daja Naseri është, ka qenë gitarist, ka pas grupin e vetë, Bon Tempi në Mitrovic, zbashku me Ferki Shalën. Ferkiu pastaj dihet kaloi edhe në TNT, TNT. edhe ka bën një emën edhe një solist genial. Edhe Ta mësoj gitarën dhe të po gitara... ma mësoj gitarën edhe mallkoj, po më duket më sot gitarën. Ja. Edhe Dardan, e di që ne kemi fol për ty shumë, vërtet, sikur na kemi ulguar si artist, si prezencë, edhe si një lloj ushtari, se edhe përmes artit bëhej një farë rezistencë gjithsesi. mas vitit 90. Gjithsesi, ai Kush janë shokët që e shoqëruar më shumë nga këta emrat e njohur? A ke pas grup? Apo solo karrierë, apo të dyja bashkë? Të dyja bashku, kom fillu me solo karrierë, faktikisht kom fillu me një kompozim në akordit Kosovës, një këngë që rasisht është pranu në akordit Kosovës, e kam pas këndu Trio Rona në atë kohë, me Shefqet Hoxhën, orkestrim. A ti ke qenë kompozitori? Unë kam qenë tek shkruesi dhe kompozitori. Trio Rona, Gili, Liri... Kam qenë 17 vjeçar edhe aty ka fillu ajo karriera ime, se fillova edhe vetë këndoj, edhe zdy ka qenë interesant
Ku takoheshit më shumë me këta shokët në Prishtinë? Në Kurriz. Në Kurriz? Kurriz, atëherë ka qenë Kurrizi. Absolutisht hetë i kohës. Pastaj e di, pas Kurrizit ka qenë Qafa, ato se kom përjetuar dhe Përveç do më thanë kështu në koncerte, po a muzikonit edhe në mbrëmje në... Kemi pas koncerte edhe në atë kohë, më kujtohet fare mirë koncerti fundit ka qenë në Mllatot Borë Ramizit, ka qenë koha kur e mbyllën në Radio Televizion e Prishtinës, edhe ne ishim të bo muzikë me Muhën, Muhamet Veselin, me Florent Boshnjakun, me Petre Trizin dhe Labi Krasniqin. Edhe ka qenë i vetëmi vend ku jo mbledh rinia në atë kohë, ka qenë një farë rezistence faktikisht, ka qenë një vend ku ne jemi mundu me ju tregu që gjallë jemi, ju mundin me në mbyllë sot dodi, po zadnit që mundin e Ne jemi këtu. Edhe rokerët e bajnë gjithmonë i rezistencë të veçantë, Po roku është protest faktikisht. Protest. Me rock shprehet që ajo që na pengon gjitha i mdhete sene, normal i knojme edhe dashuris, po zakonisht është protest, sene që nuk na pëlqejnë e shprehim për mes rock muzikës. Arriti mu fut interesant në jetë, në përgjithësi, në kërkesat e jetës e të njerëzve që nuk i shprehnin dot, rocku i shprehte më mirë, ma zhurmshëm, ma me energji edhe ma të ashpër jemi. Ma të ashpër. Në ato rifat e gitarës. E mendoje vetëm gjithmonë më shumë rocker, se sa në... Kom pas qef me qenë ma shumë rocker, po unë kom këndu edhe këngë kleta, kom këndu edhe jazz, kom këndu edhe... Shumë ka pengu, si solist, unë kom qatë përparësi që si solist ne kemi drejt me lëviz nga stilin stil, për kundër bendeve për shembull, bendet kur e marrin një stil, mbesin në atë stil, se identifikohen me atë stil. Unë kom qef mu sfidu në gjitha stilet, duke kërku vetën, duke mos e gjetë vetën, edhe, ja. Sa modesti, duke mos e gjetë vetën. Për ty flitej në absolutisht me fjalorin më profesionale, e të dashure, po që Dardani është absolutisht ardhmëri e muzikës e krejt, se unë e mbajmen, që flisnim në për Prishtinë. Do njëherë njeriu nuk i dëgjon çfarë flitet për të, ose nuk e din se ku gjendet, ose i duket vetja i pamjaftueshëm e kështu. Megjithatë, veç një pyetje nuk du me të futë shumë tek ta shkreljanët tu, shumë krijues, gjithandej tu boheshit atëherë, sepse keni qenë përplot krijues, ndonjëherë kështu si familje. Po, gjithsesi, sa kemi qenë Prishtinë gjithë, çdo mramje shkonin të njëri tjetri, ne fëmijët normal luajshim ndërmjet veti, me qenë unë dhe djali Astrit për shembull kom vlla Valonin, Aidën Bulzën, fëmijët e Azemit, pastaj Aleon, djalin e Ademit, Indjeri, edhe po ata bisedonin tema triturve, ne luanim bashkë që aty këndonim nga njëherë, edhe Valoni i ka ra gitarës, mundoheshim, ka qenë ajo konkurenca cili po i vjen më mirë, po entuziast thjesht. Goxha u shpërndat më pas. Më pas u shpërndan, si që u shpërndan i gjithë populli, ka qenë situata e disa në Amerikë, disa në Evropë, disa në... Ashtu. Kështu që momentalisht vetëm njeri nga gjallarët është në Kosovë, gjithë tjerë qenë jashtë. Që nga fillimi na e the se kisha pyetje e ndjeve me dhëmbje largimin nga Kosova? Gjithsesi. Po, cili ishte mendimi se kthehem nesër? Fillimisht gjithë gurbeqarët, gjithë shkojnë për mu kthy sa ma shpejt. Ka qenë gjeneratat e para të gurbeqarëve që kanë shku me fitun dhe një pare mu kthy me ndërtu një shtëpije, se në mu kthy, askush s'ka mendu me mbet atje. Pastaj kanë ardhur gjenerata e dytë, njerëzit e ikur nga lufta, ose fëmijët e gjeneratës parë, që kanë pa që s'po desë dhe kanë fillu shkollimin, punë të mira, sot ka shumë doktor, në pozita shumë të larta në Zvicër. Po, në Zvicër keni rreth shumë, keni përparu shumë. Ka futbolista normal që e kanë ndru kompletat imigjin. Krenari kombëtare, krenari edhe evropiane. E kanë ndru imigjin e shqiptarve, totalisht. E kemi një Rita Ora, një Dua Lipa, për shembull, që thjesht edhe anglezi vën ben krytën. Ke muziku në vazhdimsi, edhe për qefin tënd,
kryesisht për qefin tem. Po për të tjerët? Për të Ke shku tjerët në përmbrëmje në Zvicër ndonjëherë? Ke po, pas ndonjë ftesë? kam qenë, unë fillimisht atje jam inkuadru në do bende zvicerane me do amerikan, kemi bol stilet ndryshme muzikore, pasaj kam fillu shqiptar të mbledhen, kam fillu me Rinora 4 për shembull, me ta kam bashkëpunu, madje edhe kam moderu, kam u thejsh programin, kujtohet e kam u thejsh programin e ja kom organizu faktikisht, një ndër organizator të vitit 2000, mileniumit, pra ndrimit të 1000 vjeçarit, ka qenë atmosferë impozante, mi pas gjithë ata tri, duhe shumë bukur, të ngritun, janë të ngritun, mos i paragjykoni, janë shumë mirë, janë shumë djemë bashkë të mira. Unë frekuentoj shumë në Zvicërën e për Evropë dhe janë fëmijë tanë, qaq krenari. Edhe se ne edhe koncentrohemi, po themi, ata janë krenari me patjetër futbollistët, edhe Rita Ora dhe Dua Lipa, nuk diskutohet për gjithë globin krenari për ne edhe, po edhe sa kuadrot vërtet kemi edhe doktor, edhe profesor, edhe arkitekt, edhe inxhinier, edhe po dhe muziktar të niveleve artistike, kështu që është për mrekulli për gjithë shqiptarët, është krenari për të gjithë shqiptarët. Më vjen shumë mirë që dëgjoj këtë edhe nga goja juaj kështu, kur the edhe i kam moderue, me patjetër një rem hysi do të shkonte andej. Hys shkreli, gjaja juaj që publiku ju do ta di që dikur ka drejtu emisione absolutisht që kanë pas nivelin evropian, brenda kushteve tona. E që e duar të rokasim se unë për vete nuk e kam taku kur mo. Po, me gjithate ke bërë këngë, i ke majtë kontaktet me bashkëkrijuesit në Kosovë? Unë vazhdimsi unë kom bërë shumë tekste, ndërkohë, shumë tekste për këngëtar këtu e qenë tekste, për shembull për grupin TNT, është një këngë me cilën edhe unë krenom, një këngë për Mitrovicin, është Lumi që na ndau, është një këngë fantastike në gjatë Maçulës. Kam bërë tekste edhe për tjerë, kam bërë edhe vetë muzikë, kom baskohë, sa herë vija në Kosovë, ajo shoqëria ime, gjithmonë, hajde të bëjmë diçka, hajde të bëjmë diçka. Ke ardhur shpesh? Ke lëviz? Po, shpesh vi, na kanë qellu do aeroplana të lirë, të EasyJet-a, përveç ma hesab kam me ardhë në Prishtinë, me dalë me shoqëni, mu kënaqe, mu këthy, se me dalë atjes, aty shtrejt. Edhe plus, po përmallohem, shoqënia e bën vetën, vendi e bën vetën, thret gjithmonë. Është si ai vrasës që kthehet gjithmonë vendin e krimit. Edhe është... Do të kthehemi prapë te muzika. Ku e njohën Nusën? Nusën, cilë Nusën? Nusën në Zvicër e njohën. A në Zvicër e njohën? Po. Nuk ishin njohëm, unë njohër më herët në Prishtina, jo? Në Zvicër. Jo, unë mbeta atje dhe nuk pash rrugdalje tjetër edhe çka po di. Jo, mrekulli. Ju i një realizu si familje. Që është të vërteta, krimtaria juaj, e Dardan Shkrelit, po dhe krejt shkrelianve, i ka mungu dhe i mungon këti veni, sepse tash deshëm e zdeshëm bëhet fjalë për një familje shumë elitare krijuese. Por edhe me Nusën tënde 4 djemë, 4 djemë. Shqiptar. Si kanë emra? Fëmijët e mi kanë ka 2 emra. Ma i madhe ka Jon Arjan, i dyte ka Trojan Dardan, treti i katërti janë Binjak, është Dion Ujkan edhe Adon Mati. Jon Arjan edhe shqiptar edhe internacional edhe mirë është. Ata janë të kënaqur, s'janë ku asnjëherë që i kemi ngjitur ata janë, mirë është. Pelazgo Iliro Dardan. Absolutisht të gjetur, tamam, si nga shkrimet, edhe jo Ujkan, jo kështu, pa tjetër edhe... Gjyshe ka pasem në Ujkan, për ndryshe. Edhe e keni për 3. Sa mirë. Pa lidhje, e filluam me pa lidhje, atërë, çfarë doje të shprehje me këtë? A ishte kjo në i farë kërkese, në i farë zhurme, në paknatësi, në... Unë kam qef kluj me fjalë. Zakonisht fjalë, ato që i them, i kanë 2 kuptime.
edhe ndëgjuesve, shikuesve ja u lë vetë përcaktojnë çka dojnë ata. Nuk mundohem ja imponu. Kjo palidhje, na sobote e ka kuptimin si diçka palidhje, mirë po palidhje përpara nuk kemi pas telefona mobile, kemi pas telefonat në kabëll, kështu. Me lidhje. Edhe diçka s'po hin lidhja diçka, s'po kom lidhje, palidhje, diçka. Edhe këtu ka qenë, është kënga cilën shumica e njohin edhe si telefonat, edhe një këngë që është kru shumë shpejt, veç sa me testu babi e pat pru një far incizusi të vogël portabël, edhe tu testu një gitarë aty, një këngë që është kru ndoshta brenda 10 minutave, po ka pas shumë sukses. Nuk e di, nga njere këto sendet e thjeshta janë sendet komplikume. Një arkitekt i njoftun, Philip Johnson, ka thënë, ma pak është ma shumë. Kënga është shumë e thjeshtë, këngët më të mira pezojmë janë me 4 akorde, është një Purple Rain që i ka 4 akorde, edhe është këngë geniale. Absolutisht, absolutisht. E dëgjuam këtë këngë, po në vazhdim këtyre ditëve për fatin e mirë, jenë në Kosovë, në promocion të 2 këngëve më të reja, që i ke realizu me kam? Fjala është për, jemi në punim të albumit të ri, komplet një album me një 10 këngë, 2 këngë të reja, e para është O moj rushe, e dyta është Unë dhe plaku im, është realizume me shokun e fëmiris, me një bashkëpunëtor shumë të ngushtë gjatë tërkohës, është Muhamet Veseli Muha. Muha. E njohin. Na Prishtina këtë njohin Muha. E njohin, ajo është një legjend. E që e përshëndesim shumë. Muha është një legjend, është njëri që rrinë hije, ka bashkëpunu me shumë solista, grupe, është një rocker kështu i zjarrt, edhe është shumë njëri mirë, është njëri që jep shumë edhe spret asgjë t'i kthesh, që jë ndër të rallë këtu, që kështu ka qenë gjithmonë, edhe hala është ashtu, edhe... Ka pas edhe shokun që qashtu ka vepruar. Gjithsesi. Edhe Dardoni ka vepru qashtu. Unë kom qenë gjithmonë pak më egoist, pak më mendje madh, po... Çfarë modestie, në vazhdim për promovojmë cilën këngë? Do të shkojmë me këngën e radhës, këngën e re, cila sot faktikisht këto ditë është e kemi lansu, është kënga Unë dhe plaku im. Është një këngë pak ma moderne, pak ma ndryshe, është një këngë që fillimisht nuk kam thënë nuk ka refren fare, po në anën tjetër krejt kënga është refren, ka një pjesë të ngadalshme, melodia përsëritet, e ka pjesën e shpejt, e njëjta melodi, është një kombinim mes pop rockut dhe punk muzikës. Nuk kemi me u largu prej temës këngës dhe të muzikës tënde, po në thamë të drejtën më cyti kjo fjala Unë dhe plaku im, unë do doja që gjithë shkrel tu e shkrel të mi, me i përshëndet e bashkë me ta dhe plakun tënd edhe profesoreshën time të gjuhës Beara Shkrelin në shkollën e mesme me një dorëzotitje shumë të madhe, me një përshëndetje nga zemra me dashurin më të madhe kena me ta liru skenën që të na këndosh edhe këngën tjetër në vazhdim duke i dëshiru krejt mirat e botës. Po mbi të gjitha, sukseset më të mëdha në skenë se i meritoni. Lajmi se po bëjmë një album të ri është lajm absolutisht për ta duar trokitur. Sepse ka dhe një diçka, ju në fundit këndoni edhe për qefin tuaj. Po kënga juaj, kënga jo në përgjithësi, po e ka luajtur edhe një rol tamam mision me veten, në për vite, Dardan. Këtë tash flas në momente më serioze, për shkak se vërtet janë bërë gjëra të bukura, e këto gjëra të bukura po i vazhdoni dhe mbesin, edhe e vazhdoni atë misionin tuaj që vërtet muzikën tonë për ta bërë muzikë të niveleve, po edhe trendeve të jo vetëm kombëtare, po edhe ndërkombëtare moderne. Edhe kej dorë tërkitit e botës kemi me t'i dhanë dhe ju urojmë nga zemra suksese me albumin tuaj të ri. Ju falenderoj shumë, ju falenderoj për hapësirën, për ftesën. Ju dëshiroj edhe ju e sukses e shëndet
edhe jeni fantastik. Skena për juve, rockeri ynë, Dardan Shkreli. Plaku im, zgjohemi nagim, kur e gjithë bota flen, pak me zor po shumë gurim, unë dhe plaku im haver, rrugën qajmë në terë, rruga jo në ngopur gropa, nisemi n'kantjer, para portës të lovi, po bëjmë grethan për sëri, nuk ka rruga me dur n'gjepa t'heshtur, kthehemi n'shtëpi, shtëpia jonë s'ka kull për mbi, për fat të mirë është një selvi, aty afër na bën hije, kur bën vape, kur bjen shi u thonë është berecet, bie ndalet kur do vet, veç nga njëher bjen si rebesh, puna lesh n'ka tu n'qytet, po nga njëher ja kthem bor, mbulon më katet si me dor, po që të bëjmë ka thëni moqmi qfar të mbjellësh ke me kor, edhe gjithë jetën si t'pazo, kemi mbjell bashkëq asgjo, veç urrejtje grushtrati, jalli kur rahat s'nala, edhe vjershat me hut gardhit hera her edhe me stupc, jem stërnipat e pelazgut nga Prishtina deri n'Lupç. Para portës të lovi, po bëjmë grethan për sëri, nuk ka rruga me dur n'gjepa t'heshtur, kthehemi n'shtëpi, shtëpia jonë s'ka kull për mbi, për fat të mirë është një selvi, aty afër na bën hije, kur bën vape, kur vjen shi u thonë është berecet, bie ndalet kur do vet, veç nga njëher vjen si revesh, puna lesh nga tu n'qytet, nga njëher i ja kthem bor, mbulon më katet si me dor, po që të bëjmë ka thëni moqmi qfar të mbjellësh ke me kor. Dhe plaku im, gjdo dit zgjohemi nagim, me shpres vetën e mashtrojmë, po shpresa është ves një mashtrim.